Qeveria shqiptare ka fituar afërsisht 250 milion euro nga rënja e kursit të këmbimit, kryesisht përmes uljes të interesave e të tjera, duke madje çuar dhe borxhin publik të ulët në nivel historik. Problemi është, zoti ministër, që ky fenomen po shkatron ekonominë shqiptare. Jemi i vetmi vend në Evropë ku euro ka rënë në këto nivele të frikshme. Dhe gjithë pjesa e shëndetshme e biznesit shqiptar që eksporton dhe punon me vendet e BE-s, sot është në prag falimenti dhe bëhet fjalë për dhjetra mira të punësuar në këto biznese. Tani nuk ka ndodhur mrekullia në këtë vend që kanë ardhur investitorë të huaj edhe po bëjnë investime në lek dhe po zhvlerësojnë euron. Është e qartë, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thotë që po vinë miliarda euro që po investohen në turizëm dhe në ndërtim. Dhe Banka e Shqipërisë thotë që në këto 3 vite afërsisht